Problemi i transparencës është një problem delikat, sepse çështjet e zhvillimit sektorit turistik, që prekin aspekte si trashëgimia kulturore, ambienti, shumë domene tjera ku futen jetët tona të përditshme, qytetet vjetra, zona sensitive. Pra, kërkojnë veç të tjerash, kërkojnë edhe një komponente komunikimi, këtu e kemi thënë dhe edhe të hënën Sokol. Nëse për aeroportin e Vlorës ti futesh në internet dhe gjen dhjetra në mos qindra raportime, dokumentari, intervista, si do tjetë, ende pa u hedhur asnjë lopat asfalt. Për këtë projekt që vlen 30 fish më shumë, nuk e di se brenda 200 milionshit është aeroporti Vlorës, ndërkohë që ky është 4 miliard. Domethënë, ky u mbajt me këtë komponentën mendoj unë gjeopolitike, u mbajt disi i mbyllur. Pastaj është dhe tjetra. Unë mendoj që ka ardhur koha që ne të kemi një vetdije tjetër sa i përket ruajtjes së natyrës në tërësi. Këtë do ta shohim dhe do ta provojmë në negociatat e vështira, mendoj unë, që do të kemi në kapitullin përkatës të aderimit, sepse ndodhemi në një kontinent, u tha këtu pak më parë, ku ambientalizmi është një lloj feje e pa deklaruar dhe shumë e rëndësishme që është deri në fanatizëm. Atëherë të vazhdojmë tek kjo linjë Delina. Se do të përshkruaj që Delina. Fal. Sokol, a tha mbyll me frazën e fundit? Po. Dhe prandaj përsëris që markat e mëdha, investitorët me shumë para, zyrat e mëdha të konsulencës me shumë arkitekt, janë një garanci që provon të kundërtën e asaj që tha Albatrosi që edhe po ta merrnin 3 shqiptar, përmendi dhe emra, edhe ata mund ta bënin kaq mirë. Më fal Albatros, nuk e bëjnë kaq mirë.